Përshëndetje të nderuar shikuesi, ju adhurues të basketbollit, do t'jemi me duelin e fundit të këtij edicioni të rregull, duelin ndërmjet Bashkimit dhe Borës, dy skuadra të cilat i kanë blinduar pas tashmë pozitat 2 dhe 3, dhe kjo ndeshje nuk ka pesh për ndonjërin nga skuadrat, vetë se do të mbyllim këtë edicion të rregull, këtë edicion fantastik të Pro Credit Superligës, ku shumë gjëra u vendosën brëm. Megjithatë, për pak do të flasim edhe për ato, kur po shohim vetë se
Formacion në skuadrës së Bashkimit, trajneri Igor Jovović luan me Wootën, Jasharin, Anderson, Bunjakun, Shorter, Bytyqin, Gjecaj, Riley, Lake, Ismaili Janjeva dhe Lejson Zëqiri, ndërsa në anën tjetër trajneri Zoran Kashelan luan me këtë përbërje Qiz, Ukaj, Mehmeti, Plana, Zëqiri, Hunter, Kurtaj, Brek Junior, Jules, Hot, Lebosi dhe Jetmir Zëqiri. Pra, dhe isa këto dy skuadra tashmë realisht i kanë qartësua shumë më herët gjërat. Po e shohim peshën në skuadrës së Bashkimit, Bunjaku, Shorter, Riley, Lake, Janjeva. Ndërsa në anën tjetër, Bora starton me Ukajnë, Mehmetin, Hunter, Jules dhe Amin Hotin. Gjiroja e fundit të këti edicioni ishte dram në vete. 3 duelet e mbrëmshme, cila më dramatike se tjetra, edhe pse mund të themi Trepqa e kreu punën e vetë, dominoi dhe në pushti thellë si Gal Prishtinën me rezultat 113 me 80. Një Prishtinë që mund të themi vetë se e dorëzuar, një Prishtinë që edhe ju kanë larguar lojtarët, por 2 duele tjera, ai ndërmjet vllaznimit e Pejës dhe veçanërisht dueli ndërmjet Yllit dhe Ravecit ishin shumë dramatik, edhe pse vllaznimi arriti fitoren ndaj Pejës 88-82. Ndeshja që u vendos vetëm pas vazhdimeve dhe fitoria e Ravecit 0-29 ndaj Golden Eagle Yllit 89-83 e mbajti Ravecin në Super League. Vllaznimi u largua nga Superliga, ndërsa si Gal Prishtina do të luan në play-off. Do të luan pikërisht ndaj Borës. Ndjekim fillimisht himnin kombëtar. Atëherë, në çerek finalet e këtij edicioni të Pro Credit Superligës, Bora do të takohet me Sigal Prishtinën, ndërsa Golden Eagle Ylli do të takohet me Pejën, kurse dy skuadrat lidere Trepqa e Bashkimi janë në një pushim të shkurtër, do t'i presin fituesit e këtyre dueleve. Gjithsesi, fillimisht të mbyllim këtë edicion të rregullt me duelin ndërmjet Bashkimit dhe Borës, ku topi i parë shkon në duart e lojtarëve të Borës. Amin Hot tek Jules. Hunter nga gjysmë distanca nuk arriti të realizon, do të kthehet në duart e Amin Hotit që të riqet prapa, gjuan për 3 asaj nuk qëllon. Mohamed Ali Janjeva i vëmendshëm e merr atë kërcim të vazhduar sulmi në anën tjetër. Bashkimi në këtë ndeshje vjen nga fitoria shumë e vështirë ndaj Pejës 90-95. Ndërsa Bora pësoi disfat nga Golden Eagle Ylli 79-83 në atë ndeshje ku Scott Banforthi dhuroi spektakël. Pavarësisht lojës së mirë të skuadrës së Borës. Hunter pendumin prapa tek Rezart Mehmeti, në 6 sekonda deri në përfundim të sulmit të skuadrës së Borës. Mehmeti shkon deri në fund, nuk arriti të qëllon. Tek Shorter, i cili realizon asistimi Riley. Për pikët e para në ndeshje nga skuadra e Bashkimit. Hunter ndalet, pendumin të Amin Hot, nuk qëlloj, por faul është i Balon Bunjakut, i cili e ngri dorën.
qëllon Amin Hot në tentimin e parë. Edhe në të dytën është i saktë për 2-2. Shorter. Bunjaku tek Riley. Muhamed Ali Anjeva. Bukur e gjen ndërtimin dhe realizon Anjeva. Në disa ndeshjet e fundit i kemi parë lojtarët e Bashkimit rikthehen në formë, duke i përfshirë edhe Anjevën, Ismailin, cilët nuk kanë pasur hapësirë, ndërsa tashmë po e shohim trajnerin Igor Jovović ju ka dhënë hapësirë e po luan me një rester më të gjerë, gjithashtu në skuadër është rikthyer në formë edhe Kian Andersoni, i cili pati paraqitje fantastike ndaj Pejës në duelin e fundit. Ukaj Arin Gjuan Joll qëllon, Jules e merë kërcimin për të e përmirësuar. 4-4. Riley pa presionin. Qënë top tek Lake Kosh, i cili realizon. Erik ten Eversin në kushtë të Bashkimit në 6-4. Amin Hot arriti të qëllon. Kemi faul. Personalja duhet që ishte Amin Hotit, po Tyler Cheese dhe tjetë në lojtë të skuadra e Borës. Edhe një shohim. Ishte Hot, ai i cili i pari e tërheku Dekuan Lakeun. Lake. Edhe një dueli i tij me Jules. Edhe një tregohet i sakt. Dekuan Lake me pikën e 4 për 8-4. Ka kaluar 3 minutat e para. Tyler Cheese tek Alexander. Ukaj Mehmeti. Topi vjedhur i Riley, i cili e lexon bukur aksionin e skuadrës së Borës, niset në kundërshtim dhe realizon për 10-4. Jules. Edhe një tjetër top i vjedhur i Bashkimit. Edhe një herë Riley në kundërsulm. Dy mbrojtje të mira të Prizrenasve i japin 4 pikë eksprese për 12-4 dhe startin më të mirë në këto 4 minutat e para të portokallëzinjve. Kemi time-out të kërkuar, i kthehemi pas pak. Rikthehen tashmë lojtarët në fush.
Kërkoj time out trajneri Zoran Kashelan. Tyler Cheese mbetet i lirë në korner, Gjuan Bërtërishë nuk arrit të realizon. Kaloj me këmba, apo jo? Do të insistën trajneri, apo jo? Kërkon challenge trajneri Igor Jovovic për të rishikuar edhe një rasti. Kemi qyshtarët këtu. Të pare edhe njerë momentin. Atëherë edhe pas rishikimit të rastit, në këmbë ka luajturi i fundit Shannon Shorter. Topi takon skuadrës Borës. Tyler Cheese. Do Bërtërishe Jetmir Zeqiri nuk arriti të qëllan. Zemër para Prizrenasit nuk ja lejon të bërtimin Riley të Rezart Mehmeti. Lake. Break Junior afërti, të riqet prapa me një gjuajtje. Lake nuk arriti të qëllani e bolli ti. Mehmeti. Bukur tek, Jetmir Zeqiri, asistimi perfekt i Rezart Mehmetit. Një vim pikët e Jetmir Zeqirit. 12-6. Njaku tek Janjeva. Shorter. Shannon Shorter. Nuk arrin Lake të mban brenda vijave atop. Në njashtë të i mbejtë 12-6 rezultati kur tashmë kanë kaluar 5 minutat e para. Hunter. Tek Jetmir Zeqiri. Cheese. Jetë timi Bërtërishe i Hunter. Realizon Aleksandr. 12-9 përgjigjet pas time-outit të kërkuar nga trajneri Zoran Kashelan, skuadra e Borës. Riley ngatrohet me top. Sa Mehmeti nuk arrin të mban brenda vijave. Do tjetë Kurtaj në loj tek skuadra e Borës. Ullet Rezart Mehmeti, ndërsa në loj janë edhe Anderson dhe Zeqiri tek skuadra e Bashkimit. Njaku tek Zeqiri. Riley do të tenton për Treshe. Mbetet e shkurtër gjuajtja teksa mbyllje mirë në mbrojtje e lojtarëve të Borës më saktë Tyler Cheese që niset nga kushi nuk qëlloj, por Jetmir Zeqiri me topin dhe realizon me 4 të ti. 12-11 përgjigje tashmë Bora duke shkirir në vetëm një avantazhin e Bashkimit që nisi këtë ndeshje. Serin Brej 12-4. Anderson tek Riley. Në tentimi tjetër për Treshe i Riley të cilin nuk qëllon as kësaj radhe. Kurtaj. Pati faul në kosh nga Jetmir Zeqiri. Ndaj Break Junior. Njerë në fakt Dejson Zeqiri ka shkaktuar faul ndaj Break Junior. E kemi edhe duelin e dy vlezërve Zeqiri, Dejsonit dhe Jetmirit. Topit e Kamin Hoti. Tyler Cheese. Lëvizje fenomenale. Tyler Cheese gjitha i bëri miri mungoj finalizimi. Tërsa Kenny Wooten shkakton faul.
Amin Hutt tek Bragg Jr. Cheese. Shkojnë gjuajtja e Bragg Jr. kësaj radhe. E vjedh topin Tyler Cheese. Mjaft lojë shpejt. Në këto minutat e para, teksa shini blokadën e Kenny Wotton, do të pranohen pikët e Jetmir Zeqirit. Ishte plotësisht i vetmuar, nuk qëlloi. Jetmir Zeqiri do të e përmirëson vetën dhe blokada e Kenny Wotton, teksa ishte topi në rënjes i për i pranon pikët Riley. Kean Anderson gjuan për 3 pikë dhe realizon në tentimin e tij të parë nga loja. Kean Anderson qëllon treshën për 15-13. Cheese. Sekondat e fundit të aksionit nuk arriti të qëllon. Riley lartë kërceu. Meriton Ismaili ndalet në anën tjetër në kundërsol. Edhe Ismaili në tentimin e tij të parë nga loja. Sa po u fut në lojë. E qëllon treshën. E përmenda edhe në fillim të ndeshjes, po e shohim rikthimin në formë të Meriton Ismailit. Muhamed Ali Anjevës gjithashtu në ekip është kthyer edhe Kean Anderson. Tashmë bashkimi shumë më i kompletuar do të hynë në playoff, teksa e pa asistimin e Kean Andersonit. E këto i kanë munguar jo vetëm skuadrës së bashkimit, por edhe progredit Superligës. Asistimet perfekte të Kean Anderson. Bukur e kthen Jetmir Zeqiri, ato banash dhe realizon për 3 pikë Kurtaj, i cili në anën tjetër shkakton faul. Do të kemi zëvendësim të 3 fish tek Bora, Ergen Zeqiri, Jules dhe Ukaj, që do të futen në lojë. Jetmir Zeqiri, Bragg Jr. dhe Kurtaj ulen. I nervozuar trajneri Zoran Kashelan në këto qaste. 1 minutë e 4 sekunda deri në përfundim të çereku të parë. Është ullur Riley. Në lojë Shannon Shorter. Ndalin lojën gjyqtarët. Do të kemi rishikim të rastit edhe një herë. Tashmë gjyqtarët që afrohen. Atëherë e rishikuan edhe njerë gjyqtarët rastin e fundit, nëse ishte 2 apo 3. Ishte 3 pikësh i Kurtajt. Anderson tek Wotton. Shorter. Shannon Shorter. Rojtje mjaft e fortë e skuadrës së Borës. Me të vërtetë është ndër skuadrat me formën më konstante dhe skuadra që ka zhvilluar lojën ndër më të bukura të këtij edicionit. Shohim edhe një herë momentin. Blokohet gjuajtja e Jules, teksa duket që do të kemi rishikim, po edhe njerë
do të shikohet rasti se kujt i takon ky top. Atër uri shikua edhe një rasti, është Kenny Wooten i cili ka luajtur i fundit. Challenge i suksesshëm i trajnerit Zoran Kashelan. Është të takon topi ekipit të Borës. Tyler Cheese, është ai i cili këta në topin e lojtë tek Amin Hati lirë në koner gjuan për 3 pikë realizon. Pavarësisht që u nis Wooten për të e penguar, nuk arriti të ndalë Amin Hatin, që e afron edhe një në 20-19 rezultatin. Shini brojtje ndaj Kian Andersonit, topi shkon tek Shannon Shorter, vjen gjuajtja jo dhe pikët, është Ismaili, ai i cili ka luajtur i fundit. Eto kemi zëvendësim. Tyler Cheese. Sekundat e fundit, presion në mbrojtje nga bashkimi, Lejson Zeqiri përfundojnë 10 minutat e para. Nuk arrin Prizrenasit të nisen përpara në kundërshtorim, dalën me Meriton Ismailin në tepërtimin e Tyler Cheese. Dhe mbyllën 10 minutën e parë me përsi minimale prej 20-19. Rikthehemi pas pak me çerekun e dytë. Breull t'i kësha pas pare. Po mëre, me ProCredit më nësh mi pas për 3 minuta. Ama telefonin? Qeku i ki 10.000 euro. Kredi jo e shpejt, po te për e shpejt. Bashku hiq në bank, komplet online. Kredi deri në 10.000 euro. Pare dalin sekund. Banka ProCredit, sa ma shpejt për ty. Siguroje jetën në Illyria Life.
gjithçka gati për startuar edhe çereku i dyti, dueli ndërmjet Bashkimit dhe Borës. Lojë ngushtë në 10 minutat e para, 20-19. Cekëm edhe në fillim një ndeshje që nuk definon asgjë, vetëm e mbyll edicionin e rregullt. Kian Anderson. Edhe një tjetër treshe e tij, 2 tentime, 2 treshe, 6 pikë. Pra tashmë Bashkimi është në pozitën e dytë dhe Bora në pozitën e tretë. Dërsa vjen blokada e Kenny Wotton. Nuk ja lejon pikët Brek Juniorit. Specialiteti ka Kenny Wotton, blokada të shene edhe njerë momentin. Bukura i të këpje tek Jetmir Zeqiri, i cili nuk arriti të realizon. Meriton Ismaili e merr topin nisët për para me Shorter. Shannon Shorter. Meriton Ismaili. Gjen debërtimin, realizon. Dalet edhe me faul. Do ta ketë edhe një gjuajtje të lirshën i debërtimin e bukur të Meriton Ismailit. Ullën dua pak sa edhe tek reklamat, por duket që gjithçka është në rregull me Meriton Ismailin, 5 pikë të tij. Ka mundësinë të barazohet me pikë me Kian Andersonin që i ka 6. E qëllon edhe gjuajtjen e lirë, tashmë 2 më të mirë tek Bashkimi. Kur kanë kaluar 11 minutat e para të ndeshjes. 26-19. Një seri prej 6-0 e Bashkimit, teksa sot në gabim Aleksandr ndonë të ubi jashtë. Anderson. Tek Shorter. Së Zeqiri, Meriton Ismaili. Kësaj radhe nuk shkon tentimi i tij në sekondat e fundit të aksionit të skuadrës së Bashkimit. Hunter. Ka presionin, lirohet, bukur e gjen. Mirë Zeqirin, edhe njerë blokohet nga Kenny Wotton. Por edhe njerë, topi ishte në rënje sipër. Gjithë një si pas gjyqtarëve. Pranohen pikët e Jetmir Zeqirit. Anderson. Galet me faul. Njerë shojnë personalin e Hunter. E qëllon gjuajtjen e lirë Kian Anderson. Pika 7 e tij për 27 me 21. Sakte edhe në të dytën. 28-21. Aleksandr. Vjen tentimi i Rezart Mehmetit, nuk qëlloj për treshe. Hunter e vazhdo sulmin e skuadrës së Borës. Rënuka e gjen korridorin e debërtimit, jo dhe pikët. Nërsa e shojmë topin të përfunduar në duart e Lejson Zeqiri që ndaljet me faul nga Brek Junior.
Dalet loja. Nga gjyqtarët duket që duhet të largohen disa nga tifozët prapa koshit të ekipit Prizrenas. Presin dhe largohen disa nga tifozët të ndalën gjyqtarët luajnë, kërkesë e gjyqtarëve ishte kjo. Ndërsa vazhdon ndeshja. Rusja e Bashkimit është falë çereku të dytë më të mirë. Jan Anderson dalet në gjysmë distancë nga një pozitë e vështirë Gjuajti. Ndërsa po shohim një mbyllje të mirë tashmë me të vërtet lojë super e shpejtë është duke u zhvilluar. Ulen Anderson dhe Wootton tek Bashkimi. Kthehet Lake si dhe Riley. 8 pikë të Kian Andersonit. Kenny Wootton i ka 2 blokada. Ja, sepse nuk ka kontribuar me pikë. Vjen dëntimi për Treshe i Ron Nukajt, nuk qëlloj. Shannon Shorten më i lartë në kërcim. Endal Kurtaj me faul. Do të kemi zëndësim edhe tek Bora. Cheese dhe Jones do t'janë në loj. Sa i shojmë të kthehet në loj edhe kapiteni i Bashkimit Valion Bunjaku. Riley. Gojtje mire, skuadrës së Borës, nuk pati pa ndaj. Lejson Zeqiri teksa do të ishte një super aksion, po të e përfundonte me ngulitje. Jules me gjithatë me media rinë të qëllon të reshën për 28-24. Është do presionin në mbrojtje i Borës, edhe njeri suksesshëm në kundërsol. Shohim se çka kanë vendosur gjyqtarët, nuk do të pranohen me gjas këto pikë. Do të kemi time out 28-24, dy skuadrat janë duke dhënë maksimumin pavarësisht faktit që nuk ka pesh fitoria sot. Gjithsesi jemi para fazës së play-offit dhe i duhet paraqitja e mirë për të mbajtur formën që të dyja skuadrave, sidomos Borës që në vikend takohet me Sigal Prishtinën. Pra të dielën do tjetë dueli ndërmjet Borës e Sigal Prishtinës, kurse të shtunën takohen Golden Eagle dhe PEA. 6 minuta e 29 sekonda janë deri në përfundim të pjesës së parë. Embërsi ngushtë e Bashkimit prej 28 me 24. E krijuan Prizrenasit Embërsin dhe i 7 pikëve para prakisht, teksa në start të ndeshjes e patën edhe Embërsin më të thellë prej 8 pikëve. Megjithatë, po e shohim ekipin e Borës që në vazhdimsi është duke bërë presion, sidomos në mbrojtje. Dhe është duke e kërkuar rikthimin. Valion Bunjaku. Këta do vindek Riley edhe njerë të tenton për të reshe.
nuk e qëlloj asaj radhe. Riley Trishën 3-0 sonte, nuk është në më të mirën e ti. Pak të nderi në këtë qaste. Shojmë Gjullsin me Muhamed Ali Anjevën. Sa bukur e ktheu top tek Rezart Mehmeti, i cili e qëllon edhe një tjetër Trishe. 28 me 27. Super duel ndërmjet Bashkimit e Borës, që po të regojnë që jo rastisht janë në top 3 ekipet e këti edicioni. Vjen debërtimi i Valion Bunjakut dhe pikët e ti për 30-27. Qiz bukur të Aminat në korner që të nëtam për Treshe, edhe ai përgjigjet me Treshe, barazohet rezultati në 30 me 30. Bunjaku, pasimi fort për Lejson Zeqirin, doaj gjithë shka Qiz, që e këta ndopi brava tek Mehmeti, edhe njerë Qiz, Rezart Mehmeti, Gjuan për 3, nuk shkojnë Gjuajtja dopi në duart e Valion Bunjaku që njësët për para. Lejson Zeqiri, Riley, të rriqet prapa, nuk e ka hapësirën për debërtim, por nuk ka problem. Arin të realizon Riley, 32 me 30. Jules të Aminat. Rezart Mehmeti. Gjuan nuk qëllon lufton për ato, për merë edhe njerë kërcimin në sul. është ndalur me faul. Ne njerë shojmë Mehmetin që merë ato para të Kuan Lekut. Greg Junior dhe Ukaj në loj. Ullen Mehmeti dhe Kurtaj. Si zakonisht me zëvendësime të shpeshta. E mban të freskët skuadrën. Trajneri Zoran Kashelan. Kjo është edhe ndër pikat më të forta, pasi që skuadra e Borës po shfaq lojë shumë të shpejt. Vinë edhe pikët e Tyler Qiz, lojë të shpejt, mbrojtje agresive dhe pikërisht zëvendësime të shpeshta. Numri i gjërë i lojtarëve në rëster që po i përdor. Po ndikon që të ketë rezultate, po ambërgjigjen e Valion Bunjakut me Trishe, 35 me 32. Aminat, Jules, edhe ai do të tenton për Trishe, shkon edhe kjo gjuajtje. E kur nuk ka presion në një ndeshje, lojtarët shumë lehtë arrin të qëllojnë. Gjithçka baras, 35 me 35. Dërsa Valion Bunjaku e shojmë të debërton, realizon 37-35, 3 minuta deri në përfundim të pjesës së parë. Insistojnë për hapa banka e skuadrës Borës. Para se të vazhdojmë tutje, kur janë edhe 3 minuta deri në përfundim të pjesës së parë, kemi një time-out tjetër të kërkuar deri më tash tek Bashkimi, më i dalluari Kian Anderson me 8 pikë, megjithatë kemi një shpërndarje të pikëve, 6 meriton Ismaili, 6 i ka Riley, 7 Bunjaku. Në anën tjetër tek skuadra e Borës, Amin Hot është më i miri me 8 pikë, 6 i ka Rezart Mehmeti. 5 tjera i ka qëlluar Jules, kurse nga banka rezervë është Jetmir Zeqiri, ai i cili ka kontribuar me 8 pikë e 3 kërcime. Rikthehemi për pak pas këtij time-outi.
Tashmë startojnë edhe 3 minutat e fundit, pas time-outit, Tyler Cheese ka presionin, arrin të kthena top tek Ukaj, megjithatë e humb topin Ron Ukaj. Shanë shortë kthena topin tek Valian Bunjaku, nuk shkon treshja u pa që nuk do të shkon, por Muhamet Ali Anjeva lufton. Megjithatë nuk kuptohet me Valian Bunjakun. E humb topin pavarësisht që fitoi shkurt. E pati brëndësin skuadra e Bashkimit edhe njerë. Jules do të tenton edhe njëherë për treshe, edhe njerë qëllon. Edhe qendra e skuadrës. Treshja e 8 sonte e Borës. Nga 17 tentime, Riley për të përgjigjur në anën tjetër qëllon. Pavarësisht që ishte 3-0 në tentimin e 4 qëllon, është pika e 9 e Rileyt. Vetëm treshja e 5 e Bashkimit, më mirë po qëndron skuadra e Borës me treshe. Megjithatë prizrenasit janë përgjigjur me dyshe. Por loja vazhdon të jetë ngushtë. Jules edhe njëherë. Gjuan për 3 pike edhe njëherë. Fenomenal është Jules, 3-3 për treshe. Erik kthen edhe njerë avantazhin në anën e skuadrës së Borës, avantazhin minimal. Riley për të përgjigjur. Rebeshi tresheve në këto momente. Një andej e një këndej. 23-21. 70 sekunda deri në përfundim të pjesës së parë. Tyler Cheese tërhiqet prapa. Edhe ai për treshe tenton, nuk qëlloj, teksa duke që është Anjeva i cili ka shkaktuar faul. Cheese kthen topin në loj. Vazhdon sulmi i skuadrës së Borës. Arrin të gjuan Tyler Cheese, qëllon edhe njerë gjithçka baras, 43-43. 45 sekunda deri në përfundim të pjesës së parë. Shorter, Riley gabon në hapa. E qartë është kjo. Zakonisht sidomos lojtarëve të shpejtë si Riley, sigur se Riley pra ju ndodh. Kur po i afrohemi sekundave të fundit të pjesës së parë, shojmë edhe një tjetër barazim. Ukaj. Ron Ukaj. Arrin të gjuan. Shëlloj Jules e vazhdon sulmin e skuadrës së Borës për shkurt, pasi Riley e ka vjedh topin 20 në kundërshtim, dalet me faul. Të tjerët në vjen e gjuajtjes së lirë. E qëllon Riley, nimin e parë nga vija e gjuajtjes së lirë, dhe tashmë qëllon pikën e tij të 13. I vetmi me pikë shifrore tek Bashkimi. I saktë edhe në të dytën. 45-43 vjen zëvendësimi dyfish tek Bora. Zeqiri dhe Hunter në loj. Kuptaj dhe Break Junior ulen. 9.2 sekunda deri në përfundim të pjesës së parë. Fall në sulm. Nuk vendoset mirë në blok Jules. E nuk arrin të shfrytëzojnë sulmin. Ekipi
i Borës. Do të kemi timeout 2.4 deri në përfundim të pjesës së parë. Bashkimi do të ketë pronësinë e topit, ndërsa e ka edhe Eversin e ngushtë prej 2 pikëve. Shojmë atë tani të shfrytëzon këtë sulm të fundit ekipi i Bashkimit. E devijuan lojtarët e Borës at top 1.5. Riley tek Wootton. Nuk ka kohë për diçka më tepër. Bashkimi e mbyll me përsi të ngushtë prej 2 pikëve. Pjesën e parë super ndeshje niveluar, po e shohim 1 pikë e përsi në çerekun e parë, 1 pikë e përsi në çerekun e dytë. Ka tregon edhe lojën e fortë që u zhvillua, e përmenda edhe më herët fakti që nuk pati, nuk ka realisht presion kjo ndeshje, nuk ndryshon asgjë. Po shohim shumë pikë të qelluara, shumë treshe të qelluara të lojtarëve dhe lojë të shpejtë të bukur nga të dyja ekipet. 14 pikë nga Riley, që është më i dalluari tek Bashkimi, ndërsa është duke u ndihmuar edhe nga Kian Anderson me 8 pikë. Në anën tjetër tek Bora më i miri pas 20 minutave të para është Jules me 11 pikë. Shkojmë pak marketing për të u rikthyer me pjesën e dytë.